Të dashur dëgjues, në videon e sotme do të flasim për vezët më të çuditshme në botë dhe për nuhatjen dhe dëgjimin më të fortë tek shpendët dhe kafshët. Shpendët janë të shumëllojshëm në natyrë. Ata shumohen me vezë. Shpendi që bën vezën më të madhe është struci. Veza e strucit mund të peshojë 1 deri 1.5 kg dhe ka një gjatësi 15 deri në 18 cm. Kjo vezë është shumë e madhe. Megjithatë, ka një fakt interesant. Edhe pse është më e madhja nëpër masa, në raport me trupin e strucit, veza e tij nuk është më e madhja, sepse ekzistojnë disa zogjë më të vegjël, të cilët bëjnë vezë relativisht më të mëdha duke u krahasuar me trupin e tyre. Lind pyetja: cili shpend bën vezën më të vogël? Shpendi me vezën më të vogël në botë është kolibri i bletës. Veza e tij është sa një kokër bizeleje. Ajo peshon vetëm 0.5 gram. Ky zog është dhe shpendi më i vogël në botë. Vezët më të çuditshme në botë janë vezët e disa shpendëve. Kiwi bën vezë gjigande në krahasim me trupin e vet. Pinguini perandor, mashkulli e mban vezën mbi këmbë për ta ngrohur edhe në të ftohtë ekstrem. Megapodët, këta nuk i ngrohin vezët me trup, por i fusin në tokë ose rër të ngrohtë, e cila shërben si inkubator natyral. Mure i zakonshëm. Vezët e tyre kanë formë si dardhë dhe kjo i ndihmon të mos rrokullisen nga shkëmbinjt. Kukullaja mashtruese ose qyqja. Kjo i vendos vezët te folet e zogjve të tjerë dhe zogjt e tjerë i rrisin pa ditur. Vezët më të forta në botën e shpendëve janë ato të strucit. Lëvozhga e tyre është shumë e trashë, rreth 2 deri në 4 mm. Këto vezë mund të përballojnë një peshë të madhe mbi veten e tyre. Kjo fortësi i mbron nga grabitqarët dhe nga dëmtimet në tokë. Edhe shpendi emu bën vezë të trasha me ngjyrë jeshile të errët dhe shumë rezistente. Lind pyetja: si formohet lëvozhga e vezëve? Lëvozhga e vezës formohet brenda trupit të zogut femër, në një pjesë të veçantë të aparatit riprodhues që quhet mitra e vezës. Procesi është shumë interesant dhe zgjat rreth 20 deri 24 orë për një vezë. Formimi i të verdhës së vezës. Në vezore formohet e verdha e vezës, e cila është e pjesa më ushqyese. Pastaj rreth saj formohet e bardha e vezës dhe formohen dhe 2 membrana të holla mbrojtëse. Formimi i lëvozhgës. Në mitrën e vezës depozitohet kalcium, kryesisht karbonat kalciumi. Ky krijon lëvozhgën e fortë. Procesi zgjat më shumë se çdo fazë tjetër dhe në fund shtohen pigmente që japin ngjyrë vezës, e bardhë, kafe, blu e të tjera. Lind pyetja: nga se përbëhet lëvozhga e vezës? Lëvozhga e vezës ka rreth 95% karbonat kalciumi. Gjithashtu ka mirë rapore të vogla që lejojnë frymarrjen e embrionit. Një fakt interesant është se nëse një zog nuk merr mjaftueshëm kalcium nga ushqimi, lëvozhga del e hollë dhe e dobët. Vezët kanë ngjyra të ndryshme për disa arsye shumë interesante që lidhen me mbrojtjen dhe mënyrën e jetesës së zogjve. Kamuflimi ose fshehja. Zogjt që bëjnë fole në tokë kanë vezë me njolla dhe ngjyra gri në kafe. Kjo i ndihmon të maskohen nga grabitqarët. Këtë veti e kanë për shembull zogjt mure
dhe zoq të tjerë detar. Zoqt që bëjnë folen në pemë në vende të fshehura shpesh kanë vezë të bardha dhe me ngjyra të ndezura, dhe këto lloj vezësh nuk kanë nevojë për kamuflim të fuqishëm. Tek lëvozhga e vezës, ngjyra vjen nga dy pigment kryesor, që janë biliverdina, që jep ngjyrë blu dhe jeshile, dhe protoporfirina, që jep ngjyrë kafe ose menjolla. Këto ngjyra shtohen në fund kur formohet lëvozhga. Një fakt interesant është se kukullaja mashtruese ose qyqja bën vezë që duken si ato të zogut tjetër që të mos dallohen në fole. Pra, si përfundim mund të themi se ngjyra e vezës nuk është rastësi, ajo ndihmon për mbijetesë, mbrojtje dhe fshehje. Zoqt janë shumë më të zgjuar se sa duken. Ata mund t'i dallojnë vezët e tyre në disa mënyra të ndryshme. Shumë zoq njohin modelin unik të vezës së tyre, njollat, vijat dhe ngjyrat. Nëse një vezë duket ndryshe, ata mund ta hedhin jashtë nga foleja. Kjo është shumë e rëndësishme për të mbrojtur nga zoq si qyqja që vendosin vezët e veta në folete të tjerëve. Një karakteristikë tjetër e zoqve është edhe kujtesa. Ata mbajnë mend sa vezë kanë, si duken, dhe nëse shohin një vezë shtesë, ata dyshojnë. Disa zoq e dinë se si i kanë vendosur vezët. Një vezë e re shpesh bie në sy nga vendi ku është vendosur. Zoq nuk mbështeten shumë te nuhatja. Ata përdorin më shumë shikimin dhe instinktin. Një fakt interesant është se disa lloje zoqsh kuptojnë dhe kanë aftësinë të dallojnë vezët që janë shumë të ngjashme me ato të tyret. Pra, zoqt përdorin një kombinim, shikimin, kujtesën dhe instinktin për të mbrojtur vezët e tyre. Lind pyetja: si e thyen lëvozhgën zogu për të dalë nga veza? Zogu e thyen lëvozhgën me një mënyrë shumë të zgjuar dhe të natyrshme. Kur është gati për të dalë nga veza, zogu ka një maj të vogël të fortë në sqep që quhet dhëmbi i vezës. Ky dhëmb nuk është dhëmbi vërtet, por një pjesë e fortë e përkohshme. Zogu fillon të godas lëvozhgën nga brenda me këtë maj dhëmbi, dhe nuk e thyen menjëherë, por bën vazhdimisht goditje të vogla. Ai rrotullohet ngadalë brenda vezës dhe krijon një çarje rrethore. Para se të dalë, zogu fillon të marr frymë nga një xhep ajri që ekziston brenda vezës, dhe kjo i jep forcë për fazën e fundit. Në fund, zogu shtyn me trup dhe çan lëvozhgën dhe del jashtë pas shumë përpjekjesh. Një fakt interesant është se pas daljes, dhëmbi i vezës bie vetë pas disa ditësh, sepse nuk i duhet më. Në momentet kur zogu del nga lëvozhga e vezës, në shumë raste nuk duhet ndërhyrë, sepse procesi i daljes është shumë i rëndësishëm për jetën e tij. Përpjekja për të thyer lëvozhgën i forcon muskujt dhe mushkrit, dhe nëse ndihmohet, zogu mund të dalë shumë i dobët. Para se të dalë plotësisht, zogu thith ushimin e fundit nga e verdha e vezës. Nëse veza hapet më herët, kjo fazë nuk përfundon dhe zogu mund të mos mbijetojë. Vetëm në raste shumë të veçanta, njerëzit me përvojë mund të ndërhyjnë, por në natyrë instinkti i zogut është më i sigurt. Pra, kjo luftë e vogël për të dalë nga veza është ajo që e bën zogun të fortë dhe të gatshëm për jetën.
Lim pyetja, sa e fuqishme është nuhatja tek zojt? Nuhatja e zojve të rritur ndryshon shumë sipas llojit. Disa e kanë shumë të dobët, të tjerët e kanë shumë të zhvilluar. Në përgjithësi, shumica e zojve nuk mbështeten te nuhatja. Ata përdorin shumë shikimin dhe dëgjimin. Shpendët e detit janë zogj të cilët mund të nuhasin ushqimin në distanca të mëdha mbi oqean. Pra, këta zogj kanë një nuhatje të fortë. Për shembull, albatrosi është një shpend që mund të gjejë peshq edhe kur ata nuk shihen fare në ujë. Disa zogj të veçantë toksor, si për shembull zojt kivi, kanë nuhatje të fortë, duke u krahasuar me zojt e tjerë dhe e përdorin këtë nuhatje për të gjetur krimba në tokë. Zojt me nuhatje të dobët janë shumica e zogjve këngëtar dhe shpendët grabiqar si shqiponjat dhe skifterët mbështeten më shumë te shikimi super imprehtë. Një fakt interesant është se për shumë kohë mendohej se zojt nuk kishin nuhatje fare, por shkenca ka treguar se zojt nuhasin dhe disa lloje kanë nuhatje shumë më të zhvilluar. Pra, si përfundim mund të themi se nuhatja e zogjve nuk është njësoj. Disa zogj pothuajse nuk e përdorin nuhatjen për të gjetur ushqim. Disa të tjerë e përdorin, si për shembull zojt që ushqehen nga detet dhe nga tokat e errta. Lim pyetja, te kafshët, kush është kafsha me nuhatje më të fuqishme në botë? Kafsha me nuhatje më të fuqishme në botë konsiderohet zakonisht ariu i murm. Ky ari mund të nuhasë ushqim dhe kufoma deri në qindra metra dhe deri në disa kilometra larg në varësitë e erës. Ai ka një zonë shumë të madhe të trurit të lidhur me nuhatjen dhe mund të gjejë ushqim edhe nën borë. Ekzistojnë dhe kafshë të tjera që kanë nuhatje të fuqishme. Disa prej tyre janë elefantët afrikan dhe qentë. Qentë janë shumë të famshëm për nuhatjen e tyre. Disa raca mund të dallojnë dhe aroma shumë të lehta. Pra, si përfundim mund të themi se ariu i murm ka nuhatje shumë të fuqishme për gjetje ushqimi. Elefanti afrikan ka nuhatje shumë të ndjeshme dhe komplekse dhe qentë ka nuhatje shumë të përdorur dhe të trajnuar. Pra, në natyrë, kampioni i distancës shpesh konsiderohet ariu, por kampioni i ndjeshmërisë mund të jetë elefanti. Në natyrë ka shumë kafshë me dëgjim të fortë, por nuk ka një fitues të vetëm absolut. Në natyrë, disa kafshë dallohen për dëgjim ekstrem. Një dëgjues i fortë është edhe lakuriqi i natës. Ai dëgjon frekuenca shumë të ulta dhe mund të zbulojë shumë insekte të vogla që fluturojnë. Një dëgjues i fuqishëm është edhe elefanti afrikan. Ai dëgjon frekuenca shumë të ulta dhe mund të komunikojë me elefantë të tjerë disa kilometra larg përmes tokës. Gjithashtu, super i aftë është edhe delfini i zakonshëm. Ai përdor ekolokacion shumë të avancuar në ujë dhe gjen peshq me saktësi të madhe. Edhe shikimi nuk ka vetëm një kampion absolut te kafshët, por disa kafshë kanë aftësi ekstreme. Një nga më të fortët në ajër është shqiponja e artë. Kjo ka një shikim 4 deri 8 herë më të mprehtë se njeriu dhe mund ta dallojë gjahun nga lart në shumë largësi. Sytë e saj janë të ndërtuar për të parë detaje në distanca shumë të mëdha. Një super gjuetare natën është edhe macja e egër. Ajo sheh shumë mirë në errësirë.
dhe ka një shtresë në sy që reflekton dritën. Kjo e bën atë shumë të aftë për gjueti natën. Ky informacion bazohet në fakte të mbledhura me ndihmën e një asistenti inteligjent.